30 e protestës është për 1 muaj, vërdall në protestë, po qarkullojnë edhe emrat e parë për qeverinë e protestës, që do dalin nga kuvendi i kësaj proteste. Pra këto janë institucionet e para që janë takuar prej 2 ditësh në media, pra që protestat po kalon në fazë institucionale. Për të analizuar si do të jetë ky proces, a është ligjor apo jo, se tani një kuvend popullor, por kuvendi realisht ai që njihet dhe që merr vendimet, është ai që kemi aktualisht me këta 140 deputet. Ne do të flasim avokatin Alban Duraj. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit shumë për mundësinë që më jepni. Avokat, faleminderit ju. Ju jeni pro si fillim apo kundër kësaj qeverisë teknike tranzitore të protestës 1 vjeçare që kërkohet në protestë? Unë besoj që nuk duhet që të kalonte, pra është shumë errët për të prodhuar nga kjo protestë një grup njerëzish të cilët do të kuvendojnë dhe pastaj do të diskutojnë me organet pra të ekzekutivit apo vetë me zotin Rama lidhur me kërkimet e tyre. Kjo për të vetmen arsye sepse ky grup mundet që të manipulohet nga zoti Rama apo nga Partia Socialiste. Unë mendoj që protestat duhet që të vazhdojnë në përmbushjen e detyrimeve të cilat kërkohen nga kjo protestë dhe përmbushja e detyrimeve mundet, por duhet të vijë me veprimet, pra me aktet ligjore të cilat do të ndërmarrë kjo qeveri. Pra duhet ta bëj ky kuvend që është tani, jo kuvendi i popullit. Nuk ka pse ta bëj kuvendi i popullit, sepse populli duhet të ngrihet, pra kjo energji pozitive, popullore, që u transmetua apo që po tregohet në këto ditë, është gjëja më pozitive që i ka ndodhur vendit tonë pas 35 viteve demokraci. Pra ne nuk kemi pasur asnjëherë protesta qytetare të cilat do të kërkonin llogari qeverisë në detyrë dhe aq më tepër një qeverisje që ka 13 vite në pushtet. Dhe sa herë që qeveria nuk punon mirë, qytetarët duhet që të ngrihen në protesta. Pra ky është një fillim i mbar, në mënyrë që forma e protestave është një nga format e ushtrimit të demokracisë popullore në një regjim demokratik, si ky i juni. Pra ne kemi zgjedhur demokracinë liberale apo demokracinë e cila ka të bëjë me pluralizmin politik apo me ushtrimin e sovranitetit të popullit dhe natyrisht që një nga format e ushtrimit të demokracisë është edhe protesta. Kështu që kjo i kishte munguar shqiptarëve gjithë këto vite, u arrit dhe nuk është e nevojshme që të krijohet një parti politike, sepse normalisht do të duhet dhe besoj që gjasat janë që të krijohet një parti politike. Natyrisht që shumë grupe e kanë shfrytzuar duke përfituar kapital politik, pra kanë pasur synime të ndryshme, ndryshe nga shumica e qytetarëve, pra aty ka qytetar socialist, demokrat, pa parti, pra me... Alban, si mund të bëhet ndryshimi atëherë? Që këta njerëz të futen brenda sistemit, brenda këtyre partive, nëse s'duhet krijohet parti tjetër. Unë mendoj që ky procesion pozitiv është për të dy apo për të gjitha partitë politike, që do të thotë ata kërkojnë largimin e liderit të opozitës dhe liderit të mazhorancës, në mënyrë që të hapi rrugën zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme brenda këtyre partive, demokratizimi i partive. Pra është një nevojë qytetare e cila imponon këto ndryshime brenda vetë partive, gjë që do të bëjë të mundur edhe qarkullimin e elitave. Të ndryshojnë protesta po bëhet për ndryshuar partitë, që partitë më pas të ndryshojnë Shqipërinë, apo jo?
Po, presioni është i gjithanshëm, që do të thotë edhe për ato partitë e vogla të cilat kanë mundësi të vjetra, pra kemi parë shumë partitë që kanë lindur gjatë tyre viteve, të cilat nuk kanë asnjë lloj ndryshimi me liderat e partive aktuale. Pra, qoftë si kryetarin e Partisë Demokratike që ka 35 vite në pushtet, qoftë në qeverisje, por qoftë edhe si lider i opozitës, por edhe kryetarin e Partisë Socialiste dhe kryeministrin e Shqipërisë, i cili ka nga viti 98 në qeverisje, duke filluar nga ministri i kulturës, kryetari i bashkisë, kryeministër për 13 vite pa ndërprerje dhe kushdo qoftë në këto detyra, pra shkëputet nga realiteti. Edhe njeriu më angjëll, i cili do të ketë të pushtet të pakufizuar, ndodh që të shkëputet nga realiteti edhe sikur ai mos jetë përfshirë në veprimtari të palishme apo në çështjet e korrupsionit apo lidhjet që mund të vinë për shkak me krimin e organizuar, ai deformohet për shkak të pushtetit që ka. Pra, qenia njerëzore është një qenie e cila është e ndryshueshme për shkak të pushtetit dhe detyrave që ai mund të ketë. Ka pasur mbretëri të fuqishme, të koha e ka treguar që e kanë filluar mbar, kanë punuar për qytetarët, për popullin, por kur ka ardhur puna këto mbretëri janë shkatruar nga vetë një lloj shkëputje nga realiteti që kishin ta mbretër me jetën e përditshme, me jetën e qytetarëve të zakonshëm. Dhe mendoj kjo është ajo që ka arritur edhe këta lider politik, cilët kanë ato të mira dhe të këqija dhe veta, që do të thotë unë nuk e shikoj bardhëzi siç e shikon një pjesë e mirë e qytetarëve, por kanë merita për çështje të caktuara, të cilat ata kanë bërë mirë, ashtu sikurse ka përgjegjësi edhe për vetë mos funksionimin e shtetit ligjor dhe shtetit të së drejtës në këto vite, duke u zbaritur qytetarët për probleme të shumta, sidomos për problemet e pronësisë, të cilat zbariten në përdyert e gjykatës, në përdyert e institucioneve. Pra, është ajo fryma që vjen nga lart, që nuk është pozitive dhe që i mban peng qytetarët për të marrë të drejtën e tyre. Ai më tepër që ne jemi një vend i vogël, pra një vend ku me këtë potencial të madh që kemi për shkak të bukurisë natyrore që na ka falur Zoti, dëshirës së madhe që kemi për punë, kemi shqiptarë të cilët janë punëtorë dhe njerëz të cilët kanë ambicie për jetën. Dhe ky vend do të zhvillojë, nëse do të kishte politika të vërtet të mirëmenduara për qytetarët, atëherë nuk do të ishim në këtë gjendje që jemi sot. Kështu që unë mendoj ky grupim qytetar duhet të vazhdojë. Pra, sepse nesër edhe sikur do dalë një parti nga kjo protestë, edhe sikur ata ta marrin pushtetin, pra detyrat, prap do jenë të njëjtët, me të njëjtat probleme dhe defekte. Kështu që Shqipërisë i mungonte ky realitet, pra realiteti i protestave qytetare të panxitura apo të pandikuara nga një parti apo një tjetër, dhe kjo do ta bëjë në të ardhmen një qeverisje më të përgjegjshme. Ata do të jenë më të kujdesshëm në vendimarrjet e tyre, sepse kanë popullin përballë, edhe pse mundet që t'i votbesoj populli me shumicë dërmuese, populli është ai që ta jep fuqinë, populli është ai që ta merr fuqinë. Pra këtë duhet kuptojmë ne si qytetarë, që ne ata i kemi i kemi dhënë pushtetin ton, edhe për shkak edhe të sistemit apo kontratës sociale, siç e përshkruan Jean-Jacques Rousseau, që do të thotë ne ja delegojmë, ata janë të deleguarit tanë me votën tonë që të përfaqësojnë interesat tona, jo interesat e tyre. Pra kjo është ajo që ne më në fund e kuptuam, që ai i zgjedhuri nuk është ai që ne duhet t'i shkojmë dhe t'i rim murt apo t'i ulim kokën, por ai duhet t'i ulet qytetarëve, sepse mbajt me votat e qytetarëve dhe në atë detyrë është për të mbrojtur interesin publik. Kështu që një nga kërkesat kryesore është dorëheqja e kryeministit Rama,
dhe pastaj janë kërkesa të tjera, siç është rritja e pagave, pra pagat janë mizerabël, si në administratë, që janë... Bëri një rritje pensionesh tani më duket që fillon nga data 1 korrik. Rritjet e pensioneve që ai më tepër që është kryesore dhe ajo është 600 lekë, pra rritet me 600 lekë të vjetra në muaj, dhe është qesharake që pensionistët, të cilët pasi zvariten për të dalë ai pensioni duke i zvaritur nga njëra zyrë në tjetrën për të mbledhur dokumentacionin dhe janë nxjerrin gjysmak pensionin, do duhet të bëjnë kërkesa për të korrigjuar apo për të bërë vlerësim të pensionit apo edhe kërkesa të tjera të panevojshme, po mirë që i del pensioni, i mangët, atëherë bën edhe këto rritje të cilat janë qesharak. Ne dim shumë mirë që është e papërballueshme jeta. Pra edhe për një çift i cili ka krijuar familje, ai më keq nëse do ketë edhe fëmijë, është e pamundur që të kalojë 15 diçin, pra me pagën që marrin qytetarët, nuk paguajnë dot kredin ose nuk paguajnë dot qeran, duhet të çojnë fëmijët në kopësh dhe në çerdhe, kështu që ka një sër problematika që ne na shqetësojnë të gjithë çdo ditë. Pra, gjithsesi, çdo qytetar që del në atë shesh ka minimalisht një problem të tillë. Duke qenë se kemi kaq buxhet dhe shqyr që ne pas kemi buxhet kaq të madh dhe dëme që kemi shkaktuar buxhetit shtetit për shkak të shifrave të ifryra të infrastrukturës, pra duke u bërë punë publike me shifra të cilat nuk krahasohen as me ato të vendeve që kemi këtu përreth, pra rajonale, jo me ato, po edhe evropiane po t'i krahasojmë, janë shifra maramëndse. Kështu që kemi buxhet që mirë që vidhen apo shpërdorohen, se nuk kemi gjykat të japim një vendim lidhur me këto, por kemi buxheti, shqyr që buxheti është i madh. Ky buxhet duhet kaloj për qytetarët, pra për rritjen e pagave, si në sektorin publik, që kemi shumë profesione që janë të nderuar, si mjek, që janë të nevojshëm dhe domethënë mjekët, profesorët që i paguhen, kemi policët që janë tani në kohë të nxehtë dhe përballojnë dhe trafikun në shi, në borë, gjatë sezonit turistik, ata nuk bëjnë as pushimet verore. Kemi shumë profesione të cilat japin vendi dhe unë mendoj që të gjithë duhet të kenë, kush punon në administratë apo në shtet, duhet të ketë një trajtim dinjitos në mënyrë që mos i sjelli probleme qytetarëve, qoftë edhe për çështje motivimi, sepse ne në punë të gjithë shkojmë për të paguar dhe për të vlerësuar. Në momentin që ne nuk vlerësohemi në një punë, edhe puna edhe sikur mos ketë mendim ai për të bërë korrupsion apo të ketë ndonjë dashakësi për qytetarët, është diçka që vjen natyrshëm. Pra ai duhet paga diçka që i motivon qytetarët apo nënpunësit e administratës, të cilët janë aty për të përfaqësuar shtetin. Dhe për të bërë puna me dinjitet, duhet së pari duhet paguar dhe duhet të krijojmë kushte në mënyrë që qytetarët të marrin shërbimin dhe mos të vuajnë, mos të zvariten. Nga ana tjetër kemi edhe sektorin privat, i cili po ashtu edhe pse kemi një rritje të pagës minimale, kjo nuk mjafton, pra duhet të ketë një kontroll apo një partneritet midis shtetit dhe privatit në mënyrë që punëmarrësit të kenë një pagë me dinjitet, nuk dalin të ardhurat në raport me rritjen e çmimeve që ne kemi. Nuk ka mundësi që një çiftëri të marrë një apartament apo ta blejë. Pagesa e qeras, pra qerat janë rritur. Pra shteti i rregullon gjitha këto ndërmerr politika fiskale në mënyrë që të ketë një qasje më pozitive, duke krijuar kushtet minimale për qytetarët e vet. Dhe kjo është thelbi i gjithë kësaj proteste, pra edhe pse shumë partitë vogla janë munduar ta përdorin si kapitalin e tyre politik, duke bërë edhe video në këtë protestë, duke folur, duke dhënë intervista, por aty qytetarët janë qytetarët që kanë dalë, pra
kanë bindje ndryshme politike, janë pa bindje politike, janë të shkënjur nga kjo politik 35 vjeçare, pra e kanë humbur besimin dhe dalin aty në mënyrë që shteti apo majoranca të ketë një qasje pozitive ndaj kërkesave të tyre. Dhe kërkesa kryesore, duke qenë vetë zoti Rama, ka bërë shumë premtime gjatë kohë, pra premtime nuk i ka mbajtur, pra premtime 13 vjeçare, të cilat kanë rezultuar të pasuksesshme dhe kërkesat e tyre është të largohet ai dhe të ketë mundësi e një qeverisje të re. Dhe qeverisja e re mendoj që duhet vi nga Partia Socialiste, përderisa është votbesuar dhe ka marrë Pra, ju thoni vota. që ketë një qeveri të re nga Partia Socialiste. Po, mendimi im është të ketë një qeverisje të re dhe të punoj për të ndërmarrë plotësimin e kërkesave të tjera të qytetarëve. Nëse pasaj nuk do ketë një reflektim, sepse mund të ikë zoti Rama, mund të vendosi një njeri të vetin, të besuarin aty, i cili plotëson kërkesat e zotit Rama, siç ndodh zakonisht, kur caktojnë njerëzën për detyra të caktuara, dhe që kryekut ky person i dëgjon apo ndërmerr hapa vetëm çfarë i thot ai që ka vendosur. Pra mund ndodhi edhe kështu. Kështu që pastaj duhet që qytetarët të reflektojnë, sepse ndoshta nuk ka reflektim, ose ndoshta ka reflektim plotësojnë këto. Kështu që unë besoj që futja në zgjedhjet para apo krijimi një qeverie teknike do të ishte një lloj kaosi që ne kemi provuar dhe ka qenë në vitet 91 qeverinë teknike kryeministrit Ylli Pythi, në atë kohë, më fal, Wilson Ahmeti, se qeveri teknike ka pas tranzitore, pajtimi kombëtar. Ka qenë qeverisja pasaj e pajtimit kombëtar, me atëre ka qeverisur zoti Fino në vitin 97, një qeverisje tranzitore 3 mujore. Pra, besoj që ne nuk kemi nevojë që të eksperimentojmë, aq më tepër që të bëjmë zgjedhje, sepse që të bëjmë zgjedhje të parakohshme, duhet të kemi edhe alternativa të besueshme. Pra, edhe nëse bën zgjedhje, kush do vi një parti tjetër me figura prapë më të vjetra, ose populli ndoshta nuk e votbeson, pra do votbesoj sërish Partinë Socialiste. Kështu që unë besoj që duhet ketë një kryeministër të ri, edhe zoti Rama për vetë kozjatin e vet, sepse ka nga viti 2005, që është kryetari i Partisë Socialiste dhe është kryeministër për 13 vite, dhe ai ndoshta ka nevojë që të qetësohet, sepse i thonë 21 vite në politikë aktive, pra qoftë si lider i opozitës, por edhe si kryeministër, dhe kështu që duhet të japi mundësinë socialistëve të tjerë, për të cilët nuk e kanë gjetur mundësinë gjatë gjithë këtyre viteve, sepse kemi parë figura të cilat s'kan pas asnjë kontribut për Partinë Socialiste, sikur kanë qenë në opozit, por edhe në majorancë. Ata të cilët kanë peshë politike, peshë elektorale, që i duan qytetarët, që kanë treguar në jetën e tyre profesionale. Mendje ndërkohë që flisni? Po një kryeministër mund të ishte zoti Arben Malaj, pra profesor Arben Malaj është një nga figurat dinjitoze dhe me integritet, i cili ka ndërmarrë, pa ai ka treguar me punën e vet që ka reformuar si sistemin fiskal, por edhe atë bankar kur ka qenë ministër, pra një figurë e cila është me integritet, ai më tepër që është një profesor, ka studiuar edhe jashtë në Harvard, përveç se studimeve që ka pasur këtu, është një figurë e cila do t'i bëjnë nder qeverisjes, por edhe vendit. Pastaj kemi figura të tjera të cilat kanë kontribuar në jetën e tyre, si në politikë, kur kanë qenë në detyra apo qoftë edhe në parti, por edhe
qoftë edhe në punën e tyre profesionale. Pra ka emra të cilat besoj do t'japin një impakt pozitiv, ka qenë ministri i cili ka qenë për një periudhë ministër, pra figura të cilat kanë prioritet kryesor mirëqenien e qytetarëve dhe natyrisht shtetin ligjor dhe shtetin e së drejtës. Pra figura që i bëjnë nder, por edhe janë të pranueshme edhe nga qytetarët. Kështu që besoj që duhet të reflektojë kryeministri Rama, nuk e di në këto momente, besoj që këshilltarët e vet normalisht secili e këshillon që ai është më i miri dhe natyrisht duhet t'i japi dorëheqjen, kështu ndodh gjithmonë për liderat cilët nuk pyesin qytetarët apo nuk pyesin këshilltarët të cilët kanë dinjitet dhe i thonë të vërtetat në sy. Kështu që besoj që nëse nuk ka reflektim, atëherë qytetarët do vazhdojnë protestat derisa të plotësojnë kërkesat e tyre. Alban, ajo që më bëi përshtypje është që ju tha që protesta nuk duhet përkthehet në një lëvizje apo në një qeveri teknike, por duhet vazhdoj kështu. Tani për ta marrë për analogji edhe një rast nga profesioni juaj, nëse një çështje do të vazhdonte pafund në gjykata, pa një vendim. Nuk besoj se do kishte kuptim. Edhe kjo, a duhet të ketë në fund një epilog? Pra që po të dalë nga sheshja Patjetër që ka krim, se fakti duhet kuptoni që fakti nuk është vetëm kombëtar. Sigur zoti Rama, pra ne jemi një botë e hapur dhe jemi një vend në NATO. Media ndërkombëtare çdo ditë pasqyrojnë protestën, pra në imazhin ndërkombëtar kjo qeverisje ka humbur besimin e popullit dhe nuk do të shikohet si një bashkëpunëtore në të ardhmen nga partnerët tonë ndërkombëtar, më tepër që këtu kemi ambasada të cilat janë të interesuar për stabilitetin e vendit dhe për mirëqenien e popullit tonë. Tepër që ne jemi në rrugën e procesit të integrimit, kështu që ka shumë faktorë të jashtëm, të cilat do të detyrojnë zotin Rama apo do ta kufizojnë, do ta kushtozojnë zotin Rama në qeverisjen e vet. Nuk është çështja që zoti Rama nuk pyet për protestuesit që dalin aty. Se ne e kuptojmë që ai nuk pyet për qytetarët shqiptarë dhe ka treguar këtë fakt, por le të themi imazhi negativ që transmetohet në vendet europiane apo në qoftë edhe tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregon humbjen e legitimitetit të kësaj qeverisje. Dhe kushtozime të tjera i vinë qeverisjes qoftë me ngadalësimin e procesit, qoftë me kërkesën e tyre, siç ishte rezoluta e fundit, pra në mënyrë që të reflektojnë këtu, nuk është kaq e thjeshtë, nuk është se ne jemi një vend kryekput totalitar që s'kemi marrëdhënie, ne nga njëra anë kërkojmë mbështetjen e ndërkombëtarëve për shkak të këtyre proceseve, por duhet të kuptojmë që kemi edhe marrëdhënie tregtare me këto vende, marrëdhënie ekonomike, të cilat ndikojnë tek jetesa apo tek mbarvajtja e qeverisjes. Dhe nëse do të kemi bllokada ekonomike, atëherë do të përkeqësohet më shumë qeverisja dhe do të ketë probleme lidhur me investimet e huaja apo me donacionet që ne marrim nga Bashkimi Evropian apo nga vende të tjera partnere. Kështu që natyrisht që kjo është për një lider i cili gjykon brenda këtyre marrëdhënieve që ka, por ka ndoshta zoti Rama nuk e di në këtë situatë se si mundet që të jetë qasja e tij dhe ndoshta nuk i intereson fare që edhe nëse do të jetë kufizime ndërkombëtare, ai mund të vazhdojë me qasjen e vet. Kështu që por që një njeri normal i cili ka interesin publik parësor, do duhet që të reflektojë dhe të bëjë një hap pas duke i dhënë të drejtë kërkesave të qytetarëve. Në shesh kishte thirrje për SBA-n dhe BE-n, po sidomos për SBA-n që të dalë me një qendrim, të mbajë një qendrim për protestuesit. Ju si mendoni? Është me popullin, me çeshin apo me institucionet? Kam fjalën me qeverinë tani, të aktuale. Patjetër politika amerikane, edhe pse mund të ketë interesa të veçanta për rastin konkret, pra duke qenë se
kompania e dhëndrit të presidentit Trump është e përfshirë në këtë investim, pra se kjo ka qenë le themi shkaku apo një nga le themi shkaqet pse nisi kjo protestë, por aty ka një qasje e cila është e brymosur për vite, pra për sa i përket marrëdhënieve institucionale që ata kanë, nuk i ngatrojnë marrëdhëniet private dhe marrëdhëniet shtetërore. Kështu që besoj edhe në rastin konkret do të ketë një reagim nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai më tepër që kjo u bë një çështje shumë publike, aty dolën emra të përfshirë cilët janë në hetim nga dhe amerikane dhe pastaj institucionet shqiptare. Kështu që besoj edhe nga Shtetet Bashkuara do ketë një lloj qasje pozitive në mbrojtje të qytetarëve shqiptar. Avokat, ju keni folur shumë për Ballukun, çfarë po bëhet? Nuk kemi ndonjë informacion zyrtar, nga media kemi marrë vesh që ka shkuar kërkesa në kuvend sërish për shkak sepse ka pasur ndryshim të akuzës apo çështje të tjera të cilat janë me akuzë më të rëndë dhe kërkohet heqja e imunitetit për zonjën Balluku, por ende nuk kemi një informacion zyrtar nga ana e kuvendit. Ky informacion është nga portalet apo nga mass media të cilat kanë transmetuar këtë fakt. Avokat, edhe vitet e fundit ju keni folur shumë në vitet e fundit, e së fundi edhe para disa ditësh, në mos gaboj, 2-3 ditësh, për një rast që është i bujshëm prapë përveç protestës, po përfitoj nga rasti për t'ju pyetur duke qenë se ju jeni shprehur për këtë rast të Vlona Matës, që më duket se ka sinjale pozitive në mes së proteste që zhvillohen në Tiranë, më duket se kemi edhe një lajm mirë, nëse nuk gabohem. Po, është një lajm shumë pozitiv për Vlona Matën. Faktin e ka treguar zonja Bukurie, nëna e Vlonës, e cila në një emision që kemi qenë tek televizionin publik, radio televizionit publik shqiptar, tek RTS-ja, ajo ka pohuar faktin që është shumë afër gjendjes së bies së saj, Vlona Mata. Kjo është siguruar sepse ka pajtuar detektiv privat të cilët po merren me hetimin e kësaj çështje në mënyrë private. Vlona ndodhet në një universitet në një nga vendet e zhvilluara, pra nuk dihet, pra ose më saktë ajo nuk e tha këtë informacion të saktë se ku ndodhet, nëse ndodhet në Britaninë e Madhe, ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Gjermani apo në ndonjë vend tjetër të Bashkimit Evropian, po tha në një vend shumë të zhvilluar, në të cilat po zhvillon studimet, por ka mendojnë që 90% e ka gjetur vajzën e vet dhe në momentin që do të konkretizohet një fakt i tillë, do ta bëj edhe publik sepse ka ndodhur shpeshherë që në momentin që ka fundit ka qenë shumë herë në intervista jema e Vlonës, por ju besoni që në këtë rast mund të jemi me të vërtetë afër? Kështu që kjo është diçka pozitive, këtë gjë duhet ta bënte dhe bën çdo nën për fëmijën e vet, dhe në rastin konkret zonja Bukurie ka treguar vendosmëri dhe nuk është rrequr asnjëherë për të gjetur bijën e vet. Kështu që unë mendoj, pra e besoj atë çka thot zonja Bukurie, që është shumë afër gjendjes së gocës së vet. Atë që se ka bërë shteti, agencisë e tjera, rizbatuese e tjera mund ta bëjë një detektiv. Se ka bërë shteti dhe për më tepër ajo, pra zonja Bukurie, thotë që unë pastaj në momentin që do të dalin, pra do ta gjej bijën time, atëherë me emër, me mbiemër, do të nxjerrë të gjithë ata të cilët kanë bashkëpunuar për zhdukjen e gocës së saj për gjithë këto vite, pra nga viti 2010, nga maji vitit 2010 deri tani jemi në qershor të vitit 2026 për 16 vite. Kështu që jemi në pritje, të gjithë jemi të interesuar që Vlona të gjendet, por natyrisht që të jepet edhe një mësim i mirë institucioneve këtu që nuk i marrin, pra hallet e qytetarëve, nuk i marrin në konsiderat
aq më tepër që kemi të bëjmë me jetë njerëzore, dhe kjo kohë që ka ikur Bleonës dhe nënës së vet do të ketë, pra nuk është e parikuperueshme, sepse i thon 16 vite, në të cilat bija e saj ka qenë pa praninë e nënës apo nëna pa praninë e gocës së saj. Kështu që jemi në pritje, gjithmonë unë uroj që shumë shpejt të kemi lajme dhe Bleona të takojë dhe të jetë pranë nënës së vet dhe nëna pranë bijës së saj. Në pritjet e asaj që do ndodh jo vetëm për Bleonën, por edhe protestën, duke qenë se tani hym në muajin e dytë në korrik që pritet të jetë edhe vendimtar për fatin e saj. Avokat, unë të falenderoj për bisedën dhe besoj do mbetemi në kontakt për të parë se si do të vijoj edhe cila nga tezat që ju thatë do të konkretizohet në fund të këtij procesi që ka nisur nga sheshi. Të falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni, është kënaqësi.